Çfarë zërash po I dëgjonim në këtë momente, natyrisht sepse ato kanë një zë kështu edhe një harmoni fantastike. Për kë bëhet fjalë? E dim që na pret një zonjë në këtë momente nga kori I grave të uta nga Tetova, do thoni ju që I Nini, po pa diskutim që I Nini dhe I keni parë, kanë shumë video dhe kanë shumë performanca, e fundit fare që ka lënë të manitur jurinë e Albanian Got Talent në këtë edicion, vetëm pak ditë më parë ka qenë në Tiranë në këtë event. Unë e di që e kam një zonjë në fakt që për mendimin tim do ta quaja qeshia në tort, pikërisht të grupit të uta. Kam në lidhje Viber nga Tetova, zonjën Flora Kasapi Sherifi, që unë dua ta falenderoj dhe ta përshëndes. Në këtë momente, ti them mirëmëngjesi ose mirëdita nga Prishtina. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Unë mirë jam, por para se të filloj të flas kam probleme të ndëgjuarën. Ke probleme dhe të dëgjuar? Do të ndëgjoni. Tani a më dëgjon tani? Pak me zort. Dëgjo, dukesh një yll në radhë të parë. Në shpinë time. Po pa diskutim, sepse ylli nis nga shtëpia. Dukesh një star, një yll, edhe me një zë, edhe më ke thënë dje që e bëre me atë lojën e fjalësh ne plaka të zgjohemi vonë. Jo. Sa po shikoj une, edhe të rishikosit tanë, ti e zgjuar herët, ti e bërë gati dhe po na pret dhe unë të falenderoj shumë për kohën. Si je në fillim? A je mirë? Max? Po? Unë nuk të shumë dobët ndëgjohesh. Çfarë du të bëjmë? Regjia më ndihmojnë pak regjia atje? Për ta dëgjuar më mirë zonjën. Ose e ke zonin shumë të ullët. E kam zonjën. Unë ndëgjoj mirë. Po ty të dëgjoj shumë mirë. Unë po. Okej, bjerë që të flasësh ti vetë. Mirë, do mundohem, unë bo për e rizem, thëmë dhe drejten, por do të mundohem përsëri. Si shkoj performanca në Albanian Got Talent? Shkoj mirë, u knaqet? Ti do të ndëgjosh se si kaluam në Tiranë. E do të ndëgjosh. Po, si u pritën në Tiranë. Do me thonë, të flasish për një përjetim është ndryshe dhe ta përjetosh është ndryshe. Të them falemderës Tiranës dhe emisionit që na pritën në një mënyrë fantastike, diçka që rrallë mund të përjetohet. Ishte një pritje të cilën ne nuk e prisim në atë formë, por që na doli më mirë se sa që e menduam. Falemderës emisionit, producentit dhe të gjithëve me radhë. Ose që ishte dhe jurisë, sigurisht se po. A gjithë dhe për cilni besa edhe më të reja se sa ne në këtë rast. Okej, kam një pyetje tjetër, më pëlqen shumë veshja. Visheni gjithmonë kështu, me të njëjtin ngjyrë, me ato perlat këtu si ruaza në qafë, gjithmonë kështu visheni? Në fakt ne kemi 3 lloj veshje për momentin. Po? Varet kënga si do jetë, nëse tash për shembull do shkojmë prap, do jetë sigurisht do I përshtatesh këngës më tepër. Kemi 3 lloj veshje, të cilat gjithmonë I kemi në rezerva dhe presim të bëjmë edhe diçka më të re, veshje më të re. Të shohim se
ku do gjejmë investitor, ndoshta 21 do na sponsoron. Mirë. Si ta merr mendja. Fjala jote është në veshin e dur. Bravo. Nëse jo 21 vet, ata që na ndjekin, që janë të shumë që na ndjekin. Sepse duhet të mbështesim, ju jeni vërtet kulturë e muzikës, apo jo? Duke përcjell muzikën e bukur shqiptare. Nëse më lejon të flas në këtë pjesë të kulturës. Po. Nuk duhet të lavdrohet njeriu vetë, sigurisht se jo, por unë nuk paraqes këtu individin Flora. Grupi nuk është i Florës, është i një grup. Nuk e fusim dorën në gjë. Nuk pëlqen ta shohin, ama të japin janë për gjuna, ma mirë të them kështu e dish, të fillojnë të qajnë nëse japin diçka më shumë. Të gjitha ju jeni nga Tetova, të 26-ta, flasim edhe me origjinë ato që jetojnë jashtë ndoshta? Në fakt, grupi grave të gjitha janë nga Tetova. Po. Aty i kemi. Të gjitha aty. Qa kemi jetuar jashtë jetë dhe jemi këthy, preardhjet tash i mos t'i kërkojmë. A keni qenë ju iniciatorja e grupit? Apo edhe njerë? Keni qenë ju iniciatorja e grupit, kur jeni krijuar si grup për të mbledhur, për bashkuar zërat, për të sjellë atmosferë të bukur, me muzikë të bukur? E ndigjova. Iniciatorja e grupit, unë nuk jam, personalisht. Unë jam kyqur para 13 viteve në këtë grup, kurse grupi qëndron që 20 vite të tëra. Vertikalisht. 20 vite. Po ai njëjti grup, me gratë reja, me ca që na mungojnë dhe nuk janë edhe në jetë, që ju dëshiroj atë pjesën tjetër të jetës ta kenë të qetë, dhe ne gjithmonë pranojmë dhe apelojmë që sa më shumë gratë të vinë, se moshës nuk i dihet, ne do ikim nga pak dhe duam të lëm një trashëgimi. Në këtë grup që mund të jetë një nën me vajzën, ose mund të jetë një vjerë me nusën? Pyetje me vend, në fakt, ne kemi një nën e cili dhe vajzën e ka aty. Dhe këtu flasim për Anita Azirin. Po fëmijët juaj ju ndjekin, ju vinë, ju mbështesin, ju përcjellin gjithmonë, ju shoqërojnë gjithmonë? Sigurisht se po, por jo gjithmonë janë të gatshëm, apo kanë mundësi të na ndjekin atje ku shkojmë edhe të na vinë pas, por biseda në shtëpi janë të plotësuar, se unë atë shprehjen krenari nuk e për... Do një grua, do një nacionaliteti tjetër që keni pasur ju mikesh, shoqe që një muzikën shqipe, që flet ndoshta edhe shqip, por është për shembull Maqedona, se ka dashur të vi aty në grupin tuaj, dhe nëse don, a e lejoni, a e pranoni, apo duhet të jenë të gjitha shqiptare? Si është? Max, ku më ke fut tashi? Po duam të dim. Po të kota, po më provokon. Gjys. Ndëgjo, pyetja është shumë e qiltërt, unë e marr kështu. Nuk e di e premja yte se si është. Jo, nga qiltërsia e shpirtit më doli. Do kisha dash kështu të mendon dikush. Ne kemi edhe shoqe maqedone të cilat na përgëzojnë, na përurojnë, por kërkesa për të ardhë te grupi jon nuk është aty. Unë kam shoqe maqedone e cila kupton shqip, është rrit me shqiptar, ka shumë respekt. Domethënë, unë ndihem shumë e respektuar nga ajo, edhe kemi shumë shoqe të tjera, por fatkeqësia qëndron aty se të gjithë shqiptarët e njohin maqedonishtën dhe shumë pak maqedonë e njohin shqipen. Po, është vërtet kjo që thua në fakt. Apo ta kishim këtë mundësi që dikush të na ofroheshte
Ne shqiptarët jemi shumë zemërhapur dhe jemi shumë tolerant dhe jemi shumë më të butë në shpirt, edhe pse kemi një egërsi të jashtme kështu e ham njëri tjetrin, po në fakt kur vjen momenti për reagim ne e kuptove? Po, e kuptova. Shumë mirë përgjigjen tënde. A takoheni shpesh së bashku qoftë për të pirë edhe një kafe, ndodh dhe që të paktën disa herë në vit të jeni të gjitha si grupi i korit të uta të jeni bashk? A takohemi. Duhesh të ta shtrosh pyetjen sa herë në ditë takohen? Në ditë, po të gjitha, të 26, të 26-ta? Po, ndëgjo, rituali mëngjesit ja për shembull tash, duke folur me ty, ato janë takuar me një vend të caktuar, që e bëjnë kafen e mëngjesit bashk. Po besoj se po na ndjekin neve, besoj se për ndryshe do t'ja heqim të drejtën. Është rituali mëngjesit çdo ditë. Bukur, shumë bukur. Kurse kur kemi prova, mbas provave gjithmonë se këto i bëjmë në mbrëmje, nga se kemi edhe anëtarë të cilat janë në marrëdhënie pune, kështu që provat përshtaten me ato që kanë punë, dhe pas provave gjithmonë shkojmë dikundi, pim kafe, bëjmë llafe, edhe paragjykojmë ndonjëherë. Që e kemi në mungesë, por e bëjmë, pse jo? Se mes me qenë ato cakrimat nuk është interesant jeta. Divergjenca e bon të bukur jetën. Okej, kam një pyetje të fundit. Nëse dy anëtarët e jurisë që janë profesionistë në ato që bëjnë në muzikë dhe në stil, Elsa Lila, Adelina Ismaili, do t'ju ftonin në një bashkëpunim, por duhet të zgjidhni vetëm njërën, nuk keni mundësi për të zgjedhur të dyja. Kë do të zgjidhni? Kush do t'ju përshtatet juve? Elsa më shumë apo Adelina? O Max, pse më fut në këto gropa të lutem? Si do të ndaj unë Adelinën nga Elsa? Jo, se ndan dot. Jo. Si do të ndaj? Po edhe ai tjetri Castro e të bënjë. Po hop edhe agroni në thirën. Asnjënën nuk e refuzojmë dhe asnjëni, secili ka vlerat e veta maksimale për ne. Secili është artist në vete i përmasave të gjëra. Kështu që gëzojnë respektin më të madh nga ne. Nuk do i ndanja, këtu nuk do më fusish në lojë. Asnjë pyetje nuk është për të futur në lojë, por më pëlqen shumë biseda që do doja ta zgjasja deri në fund, por jemi natyrisht ende më shumë, por jemi në minutat e fundit të kësaj bisede. Do doja shumë të kishe të më tregoje tani sekretin e simpatisë tuaj në grup. Nuk flasim dhe nuk dyshojmë në harmoninë e zërave, në gjithçka që ju bëni dhe sillni artin, muzikën e bukur të vjetër shqiptare që vazhdoni ta përcjellni brez pas brezi. Por si është një sekret i kësaj bashkëjetese në këtë kohë? Ti ke një moshë të re, apo? Jam duket aty afër sa djali yt. Aty afër jam. Se lutem. Kështu që unë ja lejoj vetes edhe të flas ndryshe me ty dhe më pëlqen. Patjetër. Kjo zemër, harmoninë njeriu nuk mund ta kërkon nga tjetri. Harmoninë duhet ta kesh në vete. Në vete. E dish kur të shtrohet pyetja, a je i lumtur? Jo, lumturia është relative, vjen shkon, po t'jesh i lumtur vjen edhe ajo tjetra pastaj e kundërta e lumturisë. Ne, të gjitha në një farë forme, nuk jemi të njëjta ne, ndryshojmë nga njëra tjetra, por personalisht unë dua të kem paqe me Florën. E vërtet. Paqja nis me veten më pas. Lumturinë e krijoj kur të duash, ja prej në mëngjes jam e lumtur dhe pasditja do më vazhdon. Nuk më duhet edhe stimulim për lumturinë time. Mirë, po më thonë Regjia disponon është ujti i cili mua më jep impuls.
Bukur. Nuk më duhet as alkool, as gjë tjetër. Fare. Faleminderit, qof gjithmonë kështu e lumtur, qofshi gjithmonë të lumtura dhe duam sa më shumë je gjatësi të këtij grupi, na përcjellni pozitivitet dhe muzikë të mirë dhe suksese dalshit të para në çmimin e madh në Albanian Got Talent. Faleminderit shumë edhe për kohën. Nëse ka mundësi ku të takosh gratë të tjera, po qafoj nga ana ime, okay? Edhe një herë? Ku të takosh gratë, shoqet të tjera të grupit, po qafoj nga ana ime dhe përshëndetje. Do me thonë dush ka 2 herë ti përqafoj nga ana ime dhe nga isja. Faleminderit shumë për kohën, suksese, gjithë Faleminderit mirat. shumë për ftesën. Të përshëndesim, gjithë mirat. Megjithëse kisha shumë problem me ndëgjimin. Je dëgjuar shumë mirë, do më thënë jemi komunikuar shumë mirë, beso ka dalë shumë mirë, jemi kuptuar. Jem përgjigj në pyetje tamam? Pa tjetër, nuk bëhet fjalë që... Okej. Të përshëndes gjithë mia, suksese, më vjen shumë mirë në fakt që kemi një korë dhe muzika përcjellet kështu edhe bukur ëmbël, siç është kori i grave Teuta nga Tetova.